pa mëshirë narkoregjimit të Edi Ramës. Unë e di, se në njeri mund më thot, po ja thot, ambasadori foli për shkëlqim, tjerë në komision thanë të njëjtën gjë. Unë ju garantoj ju të dashur deputet dhe dëruar qytetarë se nas një rjesht, nas një fjalë. Nuk përdoret fjala shkëlqim, nuk përdoret fjala jashtëzakonshëm, nuk përdoret fjala outstanding. Asnjë nga këta cilësor nuk ekziston në raportin e Komisionit Evropian, që të gjitha janë shpikje pasionante të individëve të caktuar që kërkojnë të dizinformojnë ju, të fshehin të vërtetat që përmban raporti. Ky është raporti. Nuk thot kund se progresi shkëlqyer. Nastirjesht. Nuk thot nastirjesht. Outstanding. Extraordinary, jashtëzakonshëm. Jo. Këto mungojnë krejtësisht raport, prandaj mos dëgjoni. Se këto deklarata i shëmbëdhejnë deklaratave Donald Luce që thoshte në kulmet e kanabizimit të vendit, përgëzoi policinë për sukses e jashtëzakonshëm në luftën kundër drogës. Të dalësh e të thuash shqiptarëve atë që nuk thot raporti, nuk është kjo ajo që presin shqiptarët. Raporti thot se demokracia nis me zgjedhjet. Siç është e vërteta. Zgjedhjet janë të manipuluara dhe jo të lira. Komisioni thekson, po citoj si më poshtë, mungesë të fushës lojës të barabartë. Pra, si Shën Thomaj, e ka vu gishtin aty ku prova është absolute. Tek barazia e lojës. Thot se u keqpërdoren burimet publike. Pra, thot se shteti dhe partia u sollën një me këtë deklaratë. Me në kuptim, falni. Dhe se nuk janë zbatuar rekomandimet e OSBE Odirit dhe Komisionit Venecias. Pra, nuk ka shkëlqim. Qytetarë dhe qytetare ju ftoj të lexoni raportin. Ky raport ka denoncuar degradimin e kontrollit parlamentar mbi qeverisjen. Raporti nënvizon, po citoj, parlamenti ka mbikëqyrje të kufizuar ndaj ekzekutivit. Kjo është e vërteta. Polarizimi politik dhe mungesë dialogu, polarizimi politik dhe mungesa e dialogut dëmtojnë procesin parlamentar. Kjo është e vërtetë. Vendimet e gjykatës kushtetuese nuk zbatohen. E ka gjujtur me top. Nuk ka shtet ligjor pas zbatim të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Ja ku janë? Edi Rama dje mburrej. Pasi nxori djallin nga dera, ju kthye nga dritarja, kërkonte të na binte se përshëndeste vendimin e gjykatës kushtetuese. Po nëse ti përshëndet vendimin e gjykatës kushtetuese, o hipokrit. Po për hiret e Olga Gjashkës, Olta Gjashkës e bën të paqen gjykatën. Apo ke aksione në pronat që ka grabitur i shoqës së saj. Bashkë me Olsin. Ja pra, ngrihet thot se dje thot tregoj gjykata pavarësinë.
Po gjykata ka treguar pavarësinë edhe në rastin e Olta Xhashkës. Po prandaj e shkruajtu këtu raport, që nuk zbatoi vendimet e gjykatës kushtetuese. Dhe ky është një akt tmerrsisht i rëndë. Çfarë ka këtu për shkelqim, ty pyesim ata që na thonë shkelqim? Se shkelqim ky është ndryshk. Prandaj qytetarë shqiptar, lexoni raportin, mos u besoni deklaratave me origjinë obtuze. Polarizimi politik dhe mungesa e dialogut dëmtojnë procesin parlamentar, vendimet e gjykatës e lezopo. Administrata është e politizuar dhe e paqëndrueshme. Imagjinoni, Komisioni thekson shkarkime dhe dorëheqje masive në pushtetin vendor. Denonson pra ndërhyrjet brutale të Edi Ramës në pushtetin vendor, në kundërshtim me çdo standard europian, në kundërshtim me Kushtetutën e Shqipërisë dhe Kartën Europiane të Autonomisë vendore. Çfarë shkelqimi ka këtu? Zero. Mungesë transparencë në vendimarrje. Kjo çfarë do thotë kjo? Vjedhje. Kjo do thotë vjedhje. Shkon auditi për të kontrolluar ministrin, nuk e lënë Edi Rama, kryeministrin. Jam i pa kontrollueshëm, po pse i pa kontrollueshëm? Se ke vjedh. Po si mundet kryeministri të bllokojë auditin, mor zotëri? Po i pari që do ta pranojë, thotë hajde mirë se erdhe, kontrollo. Po se kontrollon, se lejon dot. Se i dalin makinat 700 mishe, 500 mishe. Se i dalin verat 34.000 euro. Se i dalin luksi i shfrenuar si kur t'ishte në një sheik, miliardier privat dhe një zyrtar shtetëror. Ja pra, ku është shkelqimi këtu? A është kjo e denjë për një shtet që ecën drejt Bashkimit Evropian? Ja sa të vërteta janë për kufizimet tona se Shqipëria plotëson vetëm një kriter në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe ky kriter është kriteri gjeostrategjik dhe kjo është e vërteta? Të tjerat asnjë absolutisht. Koordinimi i dobët i ministrive. Çfarë do thotë kjo? I sundon krimi. Koordinimi i dobët i ministrive do thotë të revanshi është i krimit. Sistemi gjyqësor në kolaps. Ajo që ne kemi denoncuar me 10 herë. Si e shpreh? Stok të madh dosjesh, mungesë burime dhe procedurat komplikuara. Faktikisht, thelbi atyre që kemi thënë ne, por që do thotë se qytetarë shqiptar nuk kanë një proces të drejtë ligjor u është mohuar nga kjo drejtësi. Përqindja e çështjeve të përfunduara brenda afateve ligjore mbetet e ulët. Po jo vetëm mbetet e ulët, po këtu është edhe detyra jonë. Ne do të marrim çështje të përfunduara dhe t'i çojmë të gjitha në komision, që janë të gjitha çështje të qeveritarëve. As 0,001% nuk janë qytetarëve. Model në Rejda apo në Rejda si qushë Llagami, që merë jo me këthim, me njohje prone, por prona është e saj, do t'jem i drejtme, të se ta janë disa pronar, nuk është edhe bajo, merë 3 milion euro me gjyqje brenda 2-3 vjetëve. Shko shifri një që proteston aty para Spakut, ka 15 vjetë. është i burr aty proteston edhe sot para Spakut. Pra, edhe këtë përqindje, ndaj dhe Departamenti i Drejtësisë duhet i marrë një nga një të gjitha çështjet e përfunduara për të informuar shqiptarët dhe botën se ato në masën më të lartë u përkasin vetëm qeveritarëve.
Nuk kanë shanse qytetarët të përfundojnë një çështje. Por, i falëroj që e kanë ngritë si çështje shumë të rëndësishme. Thot, rritje retorikës pa favorshme nga gjyqësorit. Po, kanë shumë të drejtë. Kanë shumë të drejtë. U vra gjykatësi. U vra gjykatësi. Dhe kur gjykatësi u vra, në vend të dënimit nga disa, që ishte gëzimi dhe shpërthimi për mbështetësit nga të tjerë,